Nga fillimi i vitit e deri në fund të shtatorit, pati mbi 6.5 milion dalje të shqiptarëve që preferuan t'i kalonin jashtë pushimit. Sigurisht që pjesa më e madhe e tyre më shumë se një herë. Të dhëna nga Instituti i Statistikave tregojnë se në krahasim me janar-shtatorin e 2024-s, daljet nga vendi për pushime janë zgjeruar me 9.4%. Sipas operatorëve turistik, shkak janë paketat më të lira dhe shërbimet all inclusive. Po ku i kaluan pushimet shqiptarët këtë verë? Sipas operatorëve, destinacionet më të preferuara këtë verë kanë qenë Turqia dhe Greqia, sidomos zonat bregdetare ku shqiptarët gjenden oferta të paketuara me fluturim, hotel dhe ushqim të përfshirë. Ka pasur interes të shtuar dhe për Malin e Zi dhe Italinë, ndërsa për udhëtime më të gjata janë zgjedhur Dubai dhe Egjipti. Në thelb, shqiptarët kërkojnë komoditet e çmime të leverdishme, gjë që shpesh e gjejnë më shumë jashtë se sa brenda vendit, thonë operatorët. Por evidente është dhe rritja e çmimeve që është reflektuar dhe në paketat turistike. Nëse vitin e kaluar një pushim jashtë vendit mund të gjendej në një kosto më të ulët, këtë vit mesatarisht shqiptarët kanë shpenzuar më shumë, rreth 15 euro më tepër për person. Megjithatë, krahasuar me çmimet brenda vendit, shumë prej tyre e shohin ende më të leverdishme të udhëtojnë jashtë ku shërbimi është më i plotë dhe i garantuar, sipas operatorëve turistik. Të dhëna nga Istat tregojnë se në harkun e muajve janar-shtator në vend hyn mbi 10.2 milion të huaj, rreth 3.7 milion më tepër se shqiptarët që dolën jashtë.